Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë. Do të bëjmë brownie, por këtë radhë do ta bëjmë vetëm me 3 produkte. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Do të kemi nevojë për 400 gram Nutella ose Eurokrem ose çfarëdo lloj kremi që ju gjendet në shtëpi. Vazhdojmë tani që krimin ta shtojmë në një enë më të madhe. Tani vazhdojmë që brenda të shtojmë 2 vezë plota. Vetëm vazhdojmë tani që t'i përzijem me tel kuzhine vezët edhe kremin që t'lidhen dhe të bëhen bashkë. Pasi i përzijem mirë, vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miell në total do të shtojmë 4 lugë gjelle. Përzijemi edhe një herë të fundit, derisa gjitha këto produkte që i kemi shtuar brenda na lidhen dhe të na bëhen bashkë dhe të formohet një brumë njëjtë sikur për ëmbëlsira. Dhe brumin e kemi gati, duket kështu, pra njëjtë sikur një brumë për ëmbëlsira të ndryshme. Tani është momenti kur do ta ndizim furrën që të parangrohet dhe ne vazhdojmë që ta shtojmë brumë. Marrim një tepsi përpjekje pak më të vogël dhe aty vazhdojmë që të shtojmë letë përpjekje për ta bërë më të lehtë pastaj që ta heqim nga tepsia ëmbëlsirën. Vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, diku për afërsisht 15 deri në 18 minuta. Ëmbëlsira është gati, është pjekur, e kam larguar nga furra. Lejojmë që të ftofet diku për afërsisht 10 minuta, përpara se ta largojmë nga letra ku është pjekur dhe ta shërbejmë.